mendoja se fëmijët e mi i madhi, se i vogli ende nuk është fut në kopsh në shkollë, është në pritje. Mendoja se këtu fëmijët e mi nuk do ishin prej bullizimit, nuk do kishte dhunë ndërmjet fëmijëve. Dhe realisht, Gatina, unë jam shokuar, në qoftë se unë të tregoj raste që ka ndodhur djalit tim këtu, jam shokuar me mënyrën si fëmijët e tjerë sillen kundrejt tij. Si për shembull, si për shembull një djalë që në shkollë e etiketuan si formë loje, që ai nuk e kuptonte që në fakt po e dhunonte fëmin tim, një djalë 9 deri në 10 vjeç, klasës 3, kishte tentuar 3 herë ta mbyste djalin tim në ditë ndryshme. Ç'a thua? Kishte vetëm me fëmin tim. Po, realisht. Normalisht mësuesit janë më vigjilent, mundohen të bëjnë mbledhje, thrasin psikologen, prindrit, bëjnë prezent problemin, po vetëm kaq, domethënë e etiketuan si një fëmijë hiperaktiv që në formë loje, duke mos thash i bënte dëm, ka tentuar ta mbys.